Vazhdojmë intervistën në pragndeshjen me Skënderbeun, e cila zhvillohet nesër në stadionin Arena Ignatia me kapitenin, gladiatorin, futbollistin, zëmrën, shpirtin, luftarak të Ignatias, një nga futbollistët më të mirë i Abstinences Superiores, Albano Aleksi. Për më tej pyetjet. Albano, si është atmosfera në skuadër përpara sfidës ndaj Skënderbeut? A ndjeni presion apo vetëm motivim? Përshëndetje, atmosfera është shumë e mirë, jam të motivuar, gjatë gjithë javës, domethënë dy ditë kena qenë kolegë stëvitje dhe ka qenë pozitive, edhe stëvitje ka shkuar mirë zotit. Me pak të dëmtuara që na mungojnë, por besoj se për postuar gjërave është momenti që më udhëzoj tre pikët edhe me të jemi më të qetë në vazhdim. Duke qenë një nga lojtarët më me përvojë, si po e motivon grupin për një përballje që mund të jetë vendimtare për sezonin? Normalisht, kur je në përvojë, eksperjenca ka të bëjë shumë të rast, por shpirt zotit çonat janë të gjithë mirë në këtë aspekt dhe kemi grupin e harmonisë shumë të mirë në çdo aspekt, prandaj nuk është shumë nevojshme me e motivuar grupin. Çfarë prisni nga Skënderbeu në këtë ndeshje dhe cili mendoni se do të jetë çelësi i suksesit për Ignatian? Normalisht presim të marrim maksimumin sepse pas dy rezultate jo pozitive, është momenti me rikthyer te fitoria dhe me mbështetjen e tifozëve besoj do arrijmë aty. Por e rëndësishme është që ne jemi grup dhe nuk jemi individ dhe besoj të gjithë bashkë do të arrijmë qëllimin. A ka ndonjë aspekt taktik ku mendon se Ignatia është superiore dhe duhet ta shfrytëzoj maksimalisht? Secili ka rëndësinë e vet në ekip. Besoj se çdo futbollist do të jetë maksimumin për të arritur aty ku duhet. Pavarësisht se dikush mund të jetë mirë në rolin e vet, por rëndësi ka që ne jemi grup dhe kena luajtur grup, sepse kështu kena ndërtuar kampion. Por nuk besoj se Ignatia ka tre parti të ndara më të mira, më të këqija. Të gjithë janë repartet të rëndësishme në ekip dhe kështu që shpresoj që të jemi në rrugën e duhur. Sa e rëndësishme është për ty personalisht dhe për grupin fitoria në këtë ndeshje në kuadër të objektivave madhor? Me shumë rëndësishme, sepse me një fitore jemi të qetë, sepse besoj se vendin e parë kryejmë, por e rëndësishme është që për vazhdimsinë, sepse një fitore tani është duke afër fundit kampionatit, të jep motivim dhe për të shkuar gjysmëre të kupës për të marrë rezultate pozitive. Duke pasur parasysh karrierën tënde në nivele të ndryshme, çfarë bën këtë grup të Ignatias kaq të veçantë? Ka shumë aspekte. Siç e kam thënë, ne jemi një familje. Dhe besoj se kështu do të jemi gjithë kohës, pavarësisht çdo rrethane të mira të keq, do të jemi bashkuar dhe për këtë arsye bën të veçantë. Së fundmi, a ke ndonjë mesazh për tifozët e Ignatias në prag të kësaj sfide? Patjetër që po. Ata janë mbështetja më e madhe, sepse sa ata janë në stadium ku kanë mbështetur, ne kemi një motivim më shumë, sepse në fundin e luajmë për qytetin, për fanellën, por normalisht që kemi ndjes për rezultate të mira gjatë ndeshjeve të fundit, normalisht duhet mund të jenë të mërzitur, por shpresojmë dhe do të maksimumin që të rikthejmë në Pyetja është, nëse që të kishim sot në intervistë, por na mungon trajneri Tetova në ditën e sotme, doja në fakt atë fjalin që mua më gëzon, më lumturon, atë staf të mrekullueshëm që kemi, ma jep tash në përshtypjen tënde një fjali për stafin dhe për tifozat e Ignatias. Përse për këtë stafit, normalisht që stafi ka detyrat e tij, ne mundohemi që ta ndihmojmë të solidojmë sado si në fushë, si jashtë fushë, edhe përse për këtë anë shfrytëzimi lojtarëve, mundohemi që të bëjmë punën tonë si staf, duke përfshirë edhe tani në portierave të Arlan Gumën, edhe paradisën atletik Andri Babaj, kështu që jemi pjesë e stafit tonë. Kështu që ne nuk e di sa kemi risëllimi, por mundohemi me të tonë që të bëjmë maksimumin që për t'i dhënë një dorë edhe në trajnerë, kurse sa herë që ai ka nevojë ose si jashtë fushës dhe brenda fushës. Ju faleminderit. Sukses.